Kur është bërë renditja e Kur'anit, po të shikosh e para në renditjen e Kur'anit është surja El-Fatiha. Surja çelëse pra El-Fatiha, që çel Kur'anin. Kapitulli i parë. Dhe renditja nuk erdhi kot. Renditja e Kur'anit nuk erdhi kot. Ka pas momente që Kur'ani famlarët ka zbritur disa ajete. Ka pas momente që ka zbrit një sure komplet. Ka pas momente që ka ndodhur një ngjarje dhe Allahu xhaleshanu ka zbrit sqarim Kur'an. Pra shpallje hynore për këtë ngjarje. Ka pas momente që ka zbrit Kur'an pa pas ndonjë shkak ose një rrethant caktuar. Një pjesë e Kur'anit zbriti në Mekë, një pjesë në Medinë ose në rrethinat e tyre. Pra në 23 vjet u plotësua shpallja e Kur'anit. Ama në Ramazanin e fundit, profeti alayhi salatu selam thot, më vinte thot Xhibrili thot çdo Ramazan dhe më mësonte Kur'anin. Dhe kur është ulë në Ramazanin e fundit, thot më ka tregu Xhibrili thot se ku ta vendos thot këtë sure përpara kësaj sure dhe këtë sure tjetër përpara kësaj sure derisa më bëri renditjen e Kur'anit. Pra, ajo që desha të them është që edhe vendosja sures El-Fatiha në çeljen ose në faqen e parë të Kur'anit, që çelet Kur'ani nuk është njerëzore, pra e ka prej Allahu xhaleshanu këtë renditje dhe jo më kot është vënë e para pra surja El-Fatiha.